Unë personalisht, atin kur marrë frymare të thella, kur ndjej diçka rrezik, sepse na jemi njerëz. Edhe gjithmonë kemi me u përballë, sado që punojmë me veten tonë. Sado që jemi të vetëdijshëm. Gjithmonë jeta është sikur ajo loja Super Mario, se kuptoni, që ti prej kësaj shkolle punon me veten, shërohesh që pjesë këtu, ki me dalë një shkollë manel, që kjo është detyra e jetës, pra. Del manel. Kur del aty manel, kanë me të shfaqë prapë situata të reja, që ti duhesh prapë me u konfrontu me veten tonë të vërtet. Që ti duhesh prapë me mësu diçka të re. E aty është një gjendje masanej e panjohshme, është diçka, çdo gjë që është e panjohshme për neve njihet si e pasigurt, si e frekshme. E në këto aspekte janë shumë të mira frymarrjet e thella. Ose ki mendime negative, edhe nuk din se si me I qetësu, merr frym thellë. A më besoni që astrologjia është një wow, me astrologji ti mundesh me ndryshu mendime kështu tak, me njëherë, po marr frym thellë, vetëm e ndryshon mendimin, sepse e din si me dalë prej kësaj energjie në këtë energji, si me dalë për shembull prej energjisë dashit, te bricjopi, te ujori,